me mbyll fatin i Tiranit në Berdelon. Sot koha me shi edhe pse me shi njerës s'keni vëru më arë për vjetor dëshmuaj të një dëra për shi të taqin. Duhet gjithë lartë a këtë në konë via frontit. Da plak, shokt ku I ki? Shokt! Da. A I ka pëmujsh? Eki. Qenë vija frontale dhe vazhdon. Pak por zbimzaj njështë akuma janë duke ardhër por si shpeshimi edhe vetë është. Ben, a mund në gjitë. Ku e kom propën mëra së kun dasht mund gjitë me ato shqip kanë shpin? Ha? A ko fa qadre? Veç pak. Tu ka qenë vija frontale ku shina dhe sot dhe kësaj dite e rovët në komandën e Tahir Sinanit, sot herojit kombit, dhe kema dëshmitarin e gjallë nga Landovica Enver Gashi. Enver, si e kujton këtë ngjarje pas 16 viteve? Këtë ngjarje kujtojmë se si betejë shumë e rrezikshme, e ka pas forca përdhaja, ka rënë moshë dhe vetëm e dam. Ku në 28 mars, natën në bin ka dëshmor Shëki Thaçi dhe Enver Doraku. Dhe pas 3 dite kemi pas edhe një humbje tjetër të një dëshmorit të Islim Morina që është pak më larg atje. Jemi në vijen frontale që ka vazhdue, atje ma poshtë është radha Islim Morina. Shnia ka ra me 30-in. Me 30 nishin. Në ato dit ka tilla pjesë ke qenë.
Ja tjetër, pjesa tjetër është tregoj ku është edhe vendi edhe ku është rovi ku kam qenë unë edhe ku ka ra dëshmori i Simurina. Po në ditën e 28 marsit që e kite heken vejën me Regj Moralet. 28 marsit kam qenë unë të pika natë atje, të Pagarushës, edhe kemi arë me një kerë të bardhë, Omega ka qenë, ja këtu shifën rovat ku janë të ushtarëve, që qenë konë pika tona, e kemi përhek në verin, e kemi gjuhë në spitali në Farak poshtë, jo në ambulant, por atë shtëpia ku ka qenë spitali. Edhe pas taj kemi shku në të në vranje, një fshat që vëtë atje, kemi morë gjak me regjëm, edhe kemi pru afet në spital. Për ndërin. Edhe për qimë në shpat që kanë rafu në këtë betejë. Edhe me një të qetin të ka ra në deri, po edhe ysnijë o ditë që ka ra të shmorë ka pas shumë i shkatë të gëgës. Ja vetë arritëm të pika tjetër ka ra dëshmora dhe Isni Marina nga Landovica me 31 mars, pasi tu për të dite 18 rresht në zhvillu shumë të ja qebët ku gjildin akoma. Jo ka qenë qebja jame që në ponim durë. Për 6 net me rase, 2 net kemi qenë tjetër kullë në Francët. Kjo ka qenë rova i Isni Marinës, kjo ka qenë rova i Mehmetit, më të tje ka qenë Abdullahi, asje të shqipit, Abdullah të Tyqi, edhe diku ka qenë edhe Gjafer ka diri, po saktësisht nuk i di rovin. A ditë kur ka ra Isniu, ndima që ka kanë bërë si shok për të reshën e Isniu, të brek të foshën dhe për qafë Pagarushës, më kanë ndimua Gjafer ka diri dhe Abdullah të Tyqi. Nga fshati Biranë. Po pas plakëve të marra shumë të rënda, Isniu ndrojet në ora 12 në ambulantën e Pagarushës poshtë, në prani isha unë dhe doktori Adi Mazrolli. Mirë. Shtu konin. Që në veme së mush mi qëllë së? Që jam është janë. Tim që po ka drishkë. La, s'për shumë. Këtu po më mete e policia, gjithë më mete. Pas që o policia. Këtu po laj, a i ka morë flak pak. Këtu ka me kanë që përshërim. Këtu po më përlaj. I ka ra mina e së edhe ka kap Isniu në shpinë. Edhe e ka prej. Si me gjenetin ato. Edhe pak më posë e kom metë me pansirin edhe uniformën e zezë në fikë e kom prej. Edhe kom qyrë shka ka marrë flak. Po qëtë të tina e në konë që pa kujve më, të fundë, di që dhe këtu të spital, unë edhe se ka pranuar në gjonin, edhe ashtu në djeri ra dëshmorë. Mars, dit e Bajramit dëshmorë që në ranë, por këtë dit do të mbajmë në mend, sepse dy dëshmorë në ranë për këtë vend. Këta dy dëshmorë, a e dini kush janë? Enveri dhe Shevkiu, dëshmorë që në ranë. Në këtë vend dëshmorë në ranë Enveri dhe Shevkiu, i mëri do plak të rënda dhe hamës kryesiu. Këtë rivë zemërguri, gjithmonë për luftonte, për të vjetën njështës, shkjonin nga smonte. Këta dy dëshmorë, s'do t'i harrojmë kur, do t'i mbajmë në zemër, si shqipën e flamur. Vjesha do t'i shkruajmë, këngë do t'i këndojmë, Enverin dhe Shevkiun, gjithmonë do t'i kujtojmë. Lavdi! Faleminderit.